Të dashur shqiptar në rrjetet sociale mua më quajnë Zigmund Freudin e gjuhës shqipe, sepse unë I kam shpëtuar shqiptarët nga psikopatët. Çfarë është një psikopat? Është një person që nuk di latinisht dhe bëhet kryetar I Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Është një lloj si një piktor, bëhet kryeministër pa e patur idenë e ekonomisë, të shifrave, të buxhetit. Thjesht bojatis ndërtesat dhe kryeministrinë, një bojaxhi dhe bëhet kryeministër. Edhe kryetari ynë I akademisë, disa të tillë kemi pasur, nuk dinin asnjëri prej tyre latinisht. Dhe kjo vërtetohet me fjalën acar. Dhe sipas tyre fjala acar vjen nga parashtesa a plus rënja e bukur shqipje car, I lloji si rënja curi, sipas kryetarit të Akademisë së Shkencave. Ai nuk jeton më, por vajza e tij vazhdon të botojë librat e tij të bukur dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi midis këtij krye akademiku dhe turbo-albanëve, të cilët krijojnë me fjalë një rrokshë të shqipes. Në fakt fjala acar dallohet po të dish arbërisht. Në gjuhën arbreshe, fjala acar është në italisht acciaio, do të thotë çelik. Pastaj mori kuptimin e diçka të mprehtë, të ftohtë, thëllimit. Ky është burimi, origjinës së fjalës acar. Pra ngjan me italishten acciaio dhe në një dialekt në Italinë e Veriut, ata që banojnë në Itali e din, është një formë tjetër, acciaro, I thonë çelikut. Pra në arbërisht kemi acar çelik dhe acar që pret si çeliku është një metaforë e arbreshëve, por dhe të folurës së çamërisë. Në çamëri, në Shqipërinë e Jugut ka lindur fjala acar dhe kjo vërtetohet me veprën e Konstantin Kristoforidit që përfaqëson gjuhën toske. Pra në gjuhën toske ka lindur ky zhvillim I bukur, të ftohtë, thëllim nga acar, të dashur shqiptar. Dhe tani, ne mund ta vërtetojmë se kjo fjalë gjendet në të gjitha gjuhët romane, po më e bukura është gjuha e Sicilisë, ku gjendet fjala acar dhe accaru, ndërkohë që kjo gjendet në gjuhën e Friulias, acar, gjendet në gjuhën e Venedikut që nuk ekziston më, azzaru, dhe në italisht acciaro. Forma dialektore në Umbria gjithashtu, por në italishten e sotme është acciaio. Nga vijnë këto fjalë? Këto janë të gjitha fjalë bija të latinishtes dhe në gjuhën latine kjo ka qenë acies, do të thotë impret. Nga fjala acies, impret, në gjuhën latine shtohet gjithmonë arium, dhe kjo arium në rastën kallëzore dhe arius në rastën emërore jep funksionin një emri. Për çfarë përdoret ai? Pra nga diçka impret, acies, aciarium do thotë çelik në gjuhën latine. Dhe kështu është edhe në gjuhën arbreshe, çelik. Në gjuhën shqipe kjo fjalë është zhdukur dhe gjuha shqipe është prishur nga gjuha turke. Pra ne nuk e kemi ruajtur shqipen, arbreshët e kanë ruajtur. Në origjinal është acar, një lloj si në latinishten aciarium, do të thotë diçka e mpret, çeliku. Pra, si mund të bëhesh kryetari I Akademisë së Shkencave pa ditur latinisht? Pa shkuar në Itali, pa hapur një fjalor të italishtes. Pra shqiptarët thonë që kjo është krijuar me mjetet e brendshme të shqipes. Parashtesa a plus rënja car. E pra car është autori I këtij konkluzioni. Për mendimin tim, ai është cari ose acari, çeliku në gjuhën arbreshe, sepse ai person nuk di as arbërisht. Pra, ky është shkaku që Shqipëria është në tranzicion. Shqipëria ka qenë në tranzicion
që në periudhën ilire, kur filluan si kërpurdhat të vendoseshin kolonit greke, dhe të gjithë emrat e fisëve ilire janë emra grek, dhe shkrimet ilire janë greke. Ne sot hapim parqe kombëtare, i quajmë ilire, pellazge, por janë greke që të gjitha. Pra, a ka më acar se shqiptari, ne jemi të gjithë acare, grekët ne na thonin drilonë. Pastaj, periudha e tranzicionit, erdhi pushtuesi romak, na dha fjalën Aciarium, acar në Shqip, dhe del një bejleri me Kalashnikov në dorë dhe thot shqiptarët vinë nga Kaukazi, kur të gjitha fjalët e Shqipes janë nga latinishtja. Pra si kanë ardhur shqiptarët nga Kaukazi, kur ne kemi qenë pushtuar nga helenët, pastaj nga latinët, pastaj nga slavët, pastaj nga turqit. Pra, një shqiptar helenizohet, del me automatik në dorë dhe vret shqiptarët e tjerë. A ka më acar se sa ky? Del një dule, që do thot sklav në greqisht, dhe bëhet antar i Partisë së të Drejtave të Njerëzit për grekët. Pra, vendi ynë është vendi i acarëve, prej Çeliku. Të gjithë shqiptarët janë acare. Dhe unë po ju shpëtoj. Përpara se sa të shkoni në botën tjetër, mësoni që fjala acar, i ftohtë, vjen nga fjala Çelik, impret, që vjen nga latinishtja. Dhe shqiptarët nuk vijnë nga Kaukazi, sepse ky konkluzion ka dalë në shekullin e 3 para r.s. nga shkrimtari Lyko Fron, që përdorte anagramet, fjalë që kanë kuptim të prafërt. Dhe mbretëria Abilani në Kaukaz, sipas tij ngjan me fjalën Albani. Mbretëria Kulka, sipas tij ngjan me fjalën Olkinion e Shqipes, qytet i lirë. Pra ishte i çmendur, dhe grekët që e pasojnë atë janë akoma më të çmendur se ai. Shqiptarët nuk vinë nga Kaukazi, nuk ka asnjë emër shqiptar në Kaukaz. Fjalët e Shqipes vinë nga latinishtja, nga greqishtja, gjuhët slave dhe pastaj gjuha turke, një lloj si me fjalën Çelik. Zvendçoj fjalën acar. Pra shqiptarët nuk din arbërisht, jo latinisht. Gjuhën arbëreshe shqiptarët nuk e din, dhe sot po e mësoni juve tani nga unë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Tani e kuptuat që ne duhet të kurohemi nga ana mendore. Si mund bëhesh ti kryetari i Akademisë së Shkencave pa ditur latinisht? Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.